Të njohim të shkuarën tonë kombëtare për të ecur të sigurt drejt të ardhmes. Me këtë moto ka nisur në Durrës Kongresi Kombëtar, vlerat e shqiptarisë ndër shekuj, për 2 ditë me radhë në datat 4 dhe 5 prill në sallën e Teatrit Aleksandër Mojsiu. Konferenca Vlerat e shqiptarisë në shekuj do të bëjë bashkë intelektual të qytetit, qytetar aktiv për të vënë theksin tek vlerat kombëtare. Profesor inxhinier avokat Sazan Guri në një prononcim për Adrianet Televizion foli më shumë rreth kësaj konference. Ky sot është një kongres mbar kombëtar e organizuar nga një grup dashamirësh qytetar të Durrësit, mësues, profesor, ekonomist, inxhinier, dhe ne u përgjigjëm thirrjes të këtij grupi si Akademi e Tona për të qenë pjesë e këtij organizimi që quhet Kongresi i parë i gjuhës shqipe, i historisë shqiptare, i etnokulturës, i letërsisë dhe i poezisë së kombit tonë. Guri bëri thirrje që çdo kush që ndihet shqiptar të bëhet pjesë e kësaj nisme për të nxitur e shtyrë më tej vlerat tona kombëtare. Kjo është një lloj thirrje që u bëhet gjithë shqiptarëve kudo që janë, kudo që je gur themeltar aty ku je. Ta dish që ke themeluar Britaninë, ke themeluar Gjermaninë, ke themeluar Francën, Italinë, por kjo pak rëndësi ka sot. Por të paktën ta dish, ti jesh i vetëdijshëm, të kesh një integritet, të kesh një dinjitet atje ku je, që mos jesh si një varmis, mos jesh si një gjë e shtypur. Sipas tij, kjo ftesë për angazhim, por dhe përgjegjësi i dedikohet veçanërisht të rinjve. Juve ju është bërë e kaluar nga të tjerat, po të paktën mos ja lejoni vetes ta zhbëni të histori, përkundazi ta njihni, ta doni dhe ta mbroni. Pra kjo është thelbi i këtij kongresi, ku ne përpiqemi që të shtyjmë, të vadisim rrënjët tona, të mbajmë gjallë ato, të spërkasim ato jo me pesticide, por me lëndë organike, dhe në kuptim mblidhemi 2 ditë, sot edhe nesër këtu në Durrës në Teatrin Aleksandër Mojsiu, fal edhe lejes, apo jo lejes, po bashkëpunimit të Bashkisë Durrës, fal njerëzve qytetarëve të Durrësit, po vetëm sugjerim është që ne duhet dim ta transportojmë edhe ke brezat e mesëm dhe të rinj, se ka gjithmonë një moshë të thyrë 40-45 e lartë. Jo, ne duhet të dim të kombinojmë 3 brezat të vjetrit që kanë diturinë, të mesmin që kanë dituri dhe energji dhe të rinj që kanë energjinë. Kongresi Kombëtar Vlerat e shqiptarisë në shekuj vuri theksin tek gjuha e bukur shqipe, letërsia si art e të tjera.